Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në faqen Bota e Shoferit. Atëherë sot në qytetin e Milanus, që nga mëngjesi, pra që nga ora 8 e mëngjesit, ka filluar një shi dhe vazhdon të bjerë shiu. Temperatura ka rënë 22 gradë, si shikoni, më është dashur të marrë një këmish në magazinë e kompanisë me mangë gjata, sepse bën freskët. Në këtë moment jam duke zhvilluar pauzën dhe vendosa të regjistroj këtë video dhe ta ndaj me ju, me gjitha ata kolegë, me gjitha ata persona që janë të interesuar, dhe t'ju flas për një argument që ka të bëjë me kontrollin e mjetit. Për çfarë arsye? Atëherë në këtë faqe, pra në faqen Bota e Shoferit, një kolegë shofer shqiptar i cili jeton dhe punon në Gjermani, më pat shkruar dhe më pat pyetur, më pat kërkuar pra një informacion për sa i përket këtij argumenti, sepse kolegu është qëndruar në shtetin gjerman dhe gjatë kontrollit, me aq sa kuptova, pra i është aplikuar një gjop që shkon tek rreth 50 euro. Për çfarë arsye? Për arsye pra se gjatë kontrollit ka rezultuar që kolegu shofer ka filluar ditën e tij të punës direkt me një periudhë udhëtimi. Pra, kur ka futur kartën në brendësi të takigrafit, kur ka filluar ditën e tij të punës, ai ka filluar pra të udhëtoj direkt me mjetin, duke mos respektuar pra dhe duke mos regjistruar me simbolin e çekiçit ato minuta që duhen kryer për kontrollin e mjetit. Dhe kolegu më shkruan që në Gjermani kjo kohë duhet shkojë nga 10 minuta ose 15 minuta. Pra, kontrolli i mjetit. Dhe pyetja pra që më ka bërë, pra është më shkruan që është e drejtë që duhet të respektohen dhe duhet zhvillohen 10 minuta apo 15 minuta të regjistruara pra në takigraf me simbolin e çekiçit. Nuk ka rëndësi se është një takigraf analog apo një takigraf digital, pra me disk letre apo takigraf digital që përdoret me kartë. Por rëndësi pra ka që duhet të rezultojë pra që kur fillon dita e punës së shoferit, duhet të rezultojnë këto minuta me simbolin e çekiçit. Atëherë çfarë mendoj unë dhe çfarë parashikon normativa 561 e vitit 2006 për sa i përket pra kontrollit të mjetit. Jam përgjigjur kolegut duke i lënë 2 komente, kolegut pra nga Gjermania, por vendosa pra që të regjistroj këtë video dhe të ndaj dhe me ju këto informacione, se për mendimin tim pra është një argument që shpesh herë shoferët e anashkalojnë, pra kolegët shofer, ose nuk i vënë interesin e duhur. Normativa 561 vitit 2006 për sa i përket kontrollit të mjetit parashikon që shoferi pra duhet të zhvillojë kontrollin e mjetit. Pastaj do t'ju tregoj edhe një shembull se pse është e rëndësishëm që ky kontroll të zhvillohet nga ana e shoferit dhe të regjistrohet me simbolin e çekiçit nga takigrafi. Në rregull? Pra, normativa parashikon që kontrolli duhet të kryhet nga ana e shoferit, besoj se nuk ka shofer që fillon ditën e tij të punës pa kontrolluar mjetin, por në të njëjtën kohë, në asnjë paragraf të kësaj normative, nuk parashikohet një limit kohe. Pra nuk ka një limit kohe, qoftë pra sa është minimumi i kohës, ose qoftë se sa është maksimumi i kohës. Pra, secili shofer e shikon dhe vendos ai se sa kohë i duhet për të kryer kontrollin e mjetit. Në rregull? Pra, ajo që unë theksoj në këtë video është që normativa nuk parashikon pra një limit kohe. Megjithatë, ashtu siç pretendon kolegu pra nga Gjermania që është gjobitur nga organet e kontrollit. Nëse ju jetoni dhe punoni në Gjermani dhe në Gjermani organet e kontrollit pretendojnë që shoferi duhet i kushtoj kontrollit të mjetit minimumi 10 minuta, minimumi 15 minuta, ju si shofer pra kur filloni ditën tuaj të punës, duhet të regjistroni 10 apo 15 minuta kohë
me simbolin e çekiçit përpara se filloni një periudhë udhëtimi. Sepse problemi pra qëndron gjithmonë kur ju keni në program fillimin e ditës tuaj të punës me një periudhë udhëtimi. Ndërsa kur dita juaj e punës si shofer do të filloj me një periudhë punë të tjera, pra po me simbolin e çekiçit, atëherë në këtë rast ju nuk duhet shqetësoheni sepse duke filluar ditën tuaj të punës për një periudhë të caktuar me simbolin e çekiçit, aty brenda pra keni dhe kontrollin e mjetit dhe askush nuk mund t'ju kontestoj asgjë për sa i përket kontrollit të mjetit. Ndërsa kur ju, e përsëris edhe një herë, ditën tuaj të punës e keni programuar që do të filloj me një periudhë udhëtimi, atëherë në këtë raste pra përpara se ju të filloni periudhën e udhëtimit, duhet të regjistroni pra ato minuta që juve ju duhen për të bërë dhe për të kryer kontrollin fizik të mjetit. Besoj se kontrolli fizik i mjetit, në qoftë se jeni koleg me eksperiencë, nuk është e nevojshme që t'ju tregoj unë se si kryhet. Në qoftë se jeni shofer pra fillestar, kontrolli fizik i mjetit është ai kontroll që ne bëjmë pranë mjetit ton duke verifikuar me sytë tanë. Pra, ndizet mjeti, ndizet motori, gjatë kohës pra që ne kryejmë kontrollin fizik të mjetit me sytë tanë, duke lëvizur dhe duke kontrolluar mjetin për sa i përket gomave, për sa i përket implantit ndriçues ose dritave, për sa i përket në një rrjedhje vaj që mund të ketë pësuar mjeti gjatë kohës që ka qenë ndaluar, në një rrjedhje uji, i hedhim dhe një sy ngarkesës në qoftë se mjetin e kemi lënë ngarkuar. Pra bëjmë një verifikim nga ana jashtme e mjetit, ky pra është kontrolli fizik që i zhvillohet mjetit. Ndërkohë që ne jemi duke zhvilluar pra këtë kontroll fizik që kemi zbritur nga kabina e mjetit, mjeti në qoftë se jemi në periudhën e dimrit gjatë kësaj kohe pra i japim dhe mundësinë që të furnizoj implantin e frenimit me ajër, motori shkon një temperaturë pra të caktuar sidomos në dimër, sepse në behar nuk është e nevojshme, pra gjatë periudhës së nxehtë, pra ky është kontrolli fizik i që ne i zhvillojmë mjetit. Por ky kontroll fizik pra nuk mjafton që të zhvillohet vetëm nga ana praktike nga syt ose nga vetë shoferi, por duhet të pasqyrohet dhe duhet të regjistrohet dhe me simbolin e çekiçit në takigrafin digital ose në takigrafin analog. E qartë, në fillim të kësaj video ju thashë të t'ju marr një shembull se pse është e rëndësishme që ky kontroll të zhvillohet. Besoj se shumë për jush çfarë i ka ndodhur gjatë ushtrimit të këtij profesioni ndër vite. Po ju marr një shembull të thjeshtë pra. Ju keni kontrolluar implantin e ndriçimit, dritat e mjetit, çdo gjë ka qenë në rregull dhe gjatë kohës që keni filluar të udhëtoni me mjetin, në një dritë, në një llambadinë e implantit ndriçues është djegur. Fatkeqësisht ju kanë ndaluar organet e kontrollit dhe ju kanë kontestuar pra faktin që ju keni një llambadinë të djegur. Kodi rrugor parashikon që kur implanti i ndriçimit nuk është funksionues 100%, secili shtet pra përdor dhe i aplikon shoferit gjobën që parashikon kodi rrugor. Mirëpo ju këtë llambadinë kur bët kontrollin e mjetit, kjo llambadinë ishte funksionuese. Dhe është djegur pra gjatë kohës që ju keni qenë duke udhëtuar me mjetin. Shumë mjete ju sinjalizojnë në kompjuterin e bordit që ju keni një llambadinë të djegur, por shumë mjete nuk e sinjalizojnë, pra nuk ja u tregojnë llambadinë e djegur. Ju ndalojnë fatkeqësisht organet e kontrollit dhe ju kontestojnë faktin pra që ju keni implantin e ndriçimit jo funksionues 100%. Tani si do t'i bindim ne organet e kontrollit që ajo llambadinë është djegur gjatë kohës që ne ishim duke udhëtuar dhe nuk ishte djegur pra kur ne zhvilluam kontrollin fizik të mjetit, duke i treguar pra që shiko se unë në mëngjes përpara se të filloje periudhën e udhëtimit, kjo llambadinë ishte funksionuese, kam llambadinën në bordin e mjetit për ta ndruar, por kjo llambadinë pra ishte funksionuese sepse pra ne nëpërmjet
takigrafit i tregojmë me simbolin e çekiçit që ne kemi zhvilluar kontrollin fizik të mjetit. Pra ky ishte një shembull i thjesht sepse është e rëndësishme që ju të kryeni kontrollin fizik të mjetit dhe ta regjistroni me simbolin e çekiçit në takigrafët e mjetit tuaj. Nuk ka rëndësi pra që është digital apo analog. Pra duhet të rezultojnë ato minuta që ju i keni dedikuar kontrollit fizik të mjetit me simbolin e çekiçit pra në kartën tuaj në takigrafin digital ose në diskun e letrës në takigrafin analog. Unë personalisht si veproj për sa i përket këtij kontrolli fizik, sepse ka dy mënyra se si ju mund ta regjistroni kontrollin fizik të mjetit me simbolin e çekiçit. Unë kur do të filloj ditën time të punës, ato 5 minuta janë unë gjithmonë, sepse punoj me një mjet pra me dy akse, për të zhvilluar kontrollin fizik, për të kryer këtë kontroll fizik me një mjet me dy akse, për mua 2 minuta janë të bollshme. Pra, për të bërë një lëvizje rreth mjetit, janë dhe shumë 2 minuta. Megjithatë, unë minimumi regjistroj 5 minuta, jo më pak se 5 minuta, pra nga 5 minuta e sipër. Dhe veproj në këtë mënyrë. Kur dita ime e punës, pra kur jam një orar, sepse në qoftë se më keni ndjekur në video tjera, ju tregoj, pra ju kam thënë që nuk kam probleme me orët e punës, me orët e udhëtimit, sepse ajo punë pra që unë kryej me këtë mjet është një punë që nuk më hap probleme për sa i përket orarit punës, pra kozjati së ditës së punës dhe orëve të udhëtimit. Pra kam në dispozicion gjithë kohën që më duhet. Në rregull? Dhe unë veproj në këtë mënyrë. Pra kur nuk kam nxitim, fus kartën në brendësi takigrafit, regjistroj pushimin që kam zhvilluar deri në atë moment, aktivizoj simbolin e çekiçit dhe gjatë kësaj kohe pra kryej kontrollin e mjetit, kalojnë 5 minuta, 10 minuta, pra nuk ka rëndësi kur nuk kam nxitim. Në rregull? Ndërsa kur dita ime e punës do të filloj me një periudhë udhëtimi dhe mua pra do të më duhet të nisem direkt, unë si veproj. Ato minuta që unë regjistroj me simbolin e çekiçit, i regjistroj në mënyrë manuale. Pra, po ju marr shembull. E them se do të filloj ditën time të punës, filloj të udhtoj me mjetin në orën 7:05 të mëngjesit. Po është një shembull, në rregull? Si veproj? Veproj që deri në orën 6:50 minuta kam zhvilluar pushimin që nga dita e më parme që kam lënë pas, që kam nxjerr kartën, deri në orën 6:50 të mëngjesit, pra unë regjistroj simbolin e krevatit pushim ditor, ose pushim javor nëse kam zhvilluar pushim javor. Ndërsa, nga ora 6:50 deri në orën 7, ato 10 minuta, unë i regjistroj me simbolin e çekiçit. Pra punë të tjera dhe në ato 10 minuta, unë kam zhvilluar edhe kontrollin fizik të mjetit. Pra ato 10 minuta për mua si shofer justifikojnë dhe demonstrojnë kontrollin fizik të mjetit. Dhe pastaj pra në orën 7, 7:01 minutë, 7:02 minuta, unë filloj periudhën e udhëtimit. Pra këto janë dy mënyra se si mund të regjistrohen pra ato minuta që ju si shofer zhvilloni për sa i përket kontrollit fizik të mjetit. Megjithatë, e vendosni ju se si ju bëhet më mirë ju si shofer. Pra qoftë duke regjistruar në mënyrë manuale, ashtu si veproj unë, qoftë duke regjistruar pra nëpërmjet kartës, duke e lënë pra kartën në brendësi takigrafit me simbolin e çekiçit aktiv. Vendosni ju si shofer. Por ajo që nuk duhet harroni pra është që kur dita juaj e punës, po e përsërisë një herë, që mos të gaboni, kur dita juaj e punës do të filloj, është programuar të filloj me një periudhë udhëtimi, ju nuk mund të filloni pra direkt ditën tuaj të punës duke futur kartën dhe duke filluar të lëvizni me mjetin dhe takigrafit t'ju regjistroj udhëtim. Në rregull? Për çfarë arsye? Për të gjitha këto arsyet pra që unë ju tregova deri në këtë moment. Sepse pra është e domosdoshme që shoferi përpara se të fillojë të punojë me mjetin, të kontrollojë mjetin me sytë e tij pra për të vënë re që ka apo nuk ka ndonjë gjë që nuk shkon. Pra ku arrin syri juaj? Sepse gomat, rrjedhët e vajit, rrjedhët e ujit, ndonjë rrjedhje nafte, në rregull,
në një humbje ajri nga tubat që ju e dëgjoni me vesh tuaj. Pra janë ato gjëra që ne me instiktin ton pra të shoferit mund të arrijmë kuptojmë që ka apo s'ka ndonjë gjë që nuk shkon. Pra kjo është një gjë shumë e rëndësishme, është një gjë e domosdoshme dhe për këtë argument e falenderoj kolegun pra nga Gjermania që më pyeti për sa i përket këtij argumenti. E thash pra që ju përgjigja shoferit, kolegut shofer që punon dhe jeton në Gjermani, ju tregova pra që duhet të respektoni kudo që ju ndodheni, punoni dhe jetoni pra në atë shtet që ju jetoni dhe punoni, që ju për sa i përket kontrollit fizik të mjetit, nëse jetoni në Zvicër, organet e kontrollit pretendojnë që ju duhet të respektoni një limit për 10 minutash, ju të zhvilloni pra të regjistroni me simbolin check-in minimumi 10 minuta, jo më pak se 10 minuta. Jetoni në Belgjik, jetoni në Hollandë, Francë, Shqipëri, kudo që ndodheni, nëse është një problem pra, dhe organet e kontrollit e pretendojnë këtë kontroll fizik me limitin që parashikohet në ato shtete, ju duhet të respektoni limitin. Në shtetin italian, unë gjithë këto vite që zhvilloj profesionin e shoferit, asnjëherë nuk kam pasur problem për sa i përket kontrollit fizik të mjetit nga organet e kontrollit. Megjithatë, edhe pse e përsërisë një herë, nuk kam pasur probleme, unë ato 5-10 minuta, kur dita ime e punës do të filloj me një periudhë udhëtimi, i regjistroj gjithmonë me simbolin e check-in-it, qoftë direkt në takigraf me kartën e brendësi të tij, qoftë në mënyrë manuale ku fuz kartën në brendësi të takigrafit. Pra, ky aktivitet duhet të jetë prezent në memorien e kartës tuaj, në memorien e diskut të letrës, pra në diskun e letrës dhe në memorien e takigrafit digital. Në rregull, nuk desha të zgjatem më, sepse ato informacione që desha të ndaj me ju dhe të hedh me ju, pra, të hedh në interesin tuaj, më falni, ishin këto informacione që disa herë u përsërita, pra, që çdo gjë t'ju jetë e qartë. Megjithatë, nëse keni ndonjë paqartësi për sa i përket këtij argumenti, nëse jetoni në Zvicër, në Gjermani, në Itali, mund t'ju ketë rënë rasti juve që jetoni dhe punoni në Itali, në Shqipëri, që organit e kontrollit t'ju kenë gjobitur, ashtu siç i ka ndodhur kolegut nga Gjermania, më shkruani në hapësirën e komenteve që duke lexuar komentet e juaja pra, se mund t'ju kenë ndodhur që jeni qëndruar, jeni kontrolluar, duke lexuar komentet e juaja pra, edhe kolegët e tjerë shoferë që jetojnë në ato shtete ku jetoni dhe punoni ju ose mund kalojnë tranzit, të kenë kujdes pra për sa i përket kontrollit fizik të mjetit. Nuk më ngel gjë tjetër, në fund kësaj video, t'ju përshëndes, t'ja kaloni mirë dhe miru pafshim. Kalofshi mirë gjithë.